Mirë se vini edhe në pjesën e dytë programit e Atene, në ekranin e RTS1HD me mua Ivën dhe Antonetën. Ishim duke ndjekur edicionin informativ e tani më do të vazhdojmë me pjesën e mbetur të emisionit e Atene për ditën e sotme, ku do të kemi dhe dy hapësira të ndryshme. Do të jetë rubrika e parë, në të kam cilën shumë për zemër. Një rubrikë shumë e veçantë është në fakt ajo që do të ndjekim më pas, por fillimisht do të kemi një material të përgatitur dhe për këtë është momenti që unë të ftoj gazetaren e emisionit, Esta Papa. Por, ndërsa Esta vjen, unë do them që rubrika apo momenti me cilin ne do t'jemi pastaj është edhe momenti i manualit të sjelljes. Të thash unë kam shumë për zemër për arsye sepse është një moment tejet edukative dhe sigurisht që për ta sjellë këtë moment bukur edhe në optikën edhe të ekspertëve, ndaj kemi këtu në këndin ton të klasës, apo në klasën ton të bukur, edhe pedagoge Nora Male. Faleminderit shumë që jemi ne, është kënaqësi sot. Faleminderit. Do ta bashkohet pastaj edhe Esta për të pasur mundësi edhe për ta realizuar ashtu siç duhet. Po tani është momenti juaj. Po, siç the ti shumë mirë, pastaj, sepse për momentin do të kemi një material të përgatitur, i cili flet për materiali që unë përgatita është një vazhdimësi e rubrikës time që është Njerëz me stil, që gjatë kësaj periudhe është përqendruar në rrugët e Tiranës, por kësaj radhe vendosa të shkojmë pak më në prapaskena, të shkojmë pak më brenda, të shkojmë aty ku arkitekturohen dhe fabrikohen veshjet që zonjat me stil dhe njerëzit e Tiranës që i pëlqejnë ngjyrat dhe e bukura shkojnë për të zbritur në këto rrugë që më pas i intervistoj prapë unë. Është interesante në fakt edhe për ta kuptuar më qartë, unë mendoj që është momenti që ta ndjekim, apo jo. Ndjekim materialin në përgatitur dhe më pas rikthehemi përsëri në E Atene. Njerëz me stil, sot vjen ndryshe. Sot ndodhemi pranë zanafillës së modës, ndodhemi në Institutin e Modës, i cili përshtat veshjet me zonjat që duan të bukurën, me zonjat që i duan ngjyrat, me njerëzit që kanë stil. Kemi këtu Rushe Dautin, e cila do na tregoj prapaskenat e të ndërtuarit të një stili, të një identiteti, të ngjyrave, të copave, të materialeve dhe të teknikave të cilat ato bëjnë më pas rezultatin definitiv të asaj që ne mund të quajmë një stil i kompletuar. Përshëndetje Rusha. Përshëndetje. Faleminderit që je këtu në intervistën time. Më lër të pyes, sepse mezi pres të shkoj direkt edhe tek detajet, tek pyetjet e thella. Më thuaj, cila është gjuha jote si stiliste? Çfarë dëshiron të shprehësh? Gjuha ime shprehet nëpërmjet vizave që ne i hedhim në skica dhe më pastaj vazhdojmë deri në përfundimin e një veshje. Cili ndi ideja për të krijuar diçka? Bazohesh në botën tënde tërësisht të fantazisë apo ke shembujt e tu nga të cilët frymëzohesh? Jo, ato janë dëshira të brendshme që ti do të shprehësh atë çfarë ti ndjen, varet me çfarë e lidh, me diçka që ty të vjen në mendje dhe vazhdon e realizon. Si ke mësuar të shprehësh dhe të materializosh artin tënd, t'i kthesh vizionet e tua, t'i kthesh ëndrat e tua në punë reale të materializuara në gjëra fizika? Nëpërmjet materialeve, ngjyrave, copave, materiale të ndryshme, gjëra të ndryshme, derisa ne të realizojmë atë çfarë duam. Do me thënë, në gjuhën tënde ti flet nëpërmjet materialeve dhe copave. Ama gjuhën tënde e veshin zonja të tjera. E veshin zonja që duhet ta kuptojnë, ta lexojnë, ta përjetojnë gjuhën tënde si funksionon, si është raporti. Puna e krijuar është më shumë stilist, flet më shumë për stilistin dhe ato që stilisti ka dëshiruar të thot, apo është më shumë klient, është më shumë porositës? Një veshje brenda saj më shumë ka stilistin, por gjithmonë ka dhe kompromisin brenda mes njëri tjetrit me personin që e kërkon, por më shumë ka stilistin, prandaj dhe neve shumë lehtësisht i dallojmë rrobat e brendeve të ndryshme se të kujt janë nga stilisti që i bën. Do me thënë, ka firmën e ti artistike në atë që bën, stilisti? Po, shpreh. Stilisti gjithmonë shpreh vetveten dhe stilin, karakterin e tij, çfarë
a i punon. Duke unë dalur pak të ke shprehur, unë shoh në sfondin tonë që ne kemi, si që thamë më përpara, një skicë. Dua të pyes, skica është një hartë, është një busull, është një navigator që e shoqëron stilistin kudo gjatë krijimit të veshjes, apo është diçka që ndryshon, që preket, që i bën shtojca, që i bën ndryshime të minutës të fundit? Si është raporti mes skicës edhe krijimtarisë që ne po bëjmë? Skica është baza ku ne fillojmë dhe shprehim atë çfarë mendojmë, por edhe bëjmë ndryshime vazhdimisht nëse është e nevojshme. Neve mendojmë se ka të nevojshme një X veshje për të rregulluar, për të shtuar gjëra, patjetër që është e ndryshueshme. Do me thënë, skica është baza dhe baza është ajo që na ndjek. Nuk jemi ne ata që ndjekim bazën. Pra si të thuash, unë ëndërroj pikturat e mia dhe unë pikturoj ëndrat e mia, apo jo? Po. Me që po flasim tek ëndrat, tek ndjenja, tek pikturat dhe tek skicat, çfarë kemi mbrapa teja? Çfarë janë këto dizajne kaq të veçanta që unë nuk i kam parë kurrë më përpara dhe nuk mund të them që nuk tërheqin vëmendjen time? Mund të na flasësh pak për to? Për realizimin e veshjeve është baza ajo teknika që ne përdorim, që shkolla na ofron, këtu që mësojmë teknika që ne përdorim për realizimin e veshjeve. Në fakt, veshjet që kam realizuar, kam dalë jashtë teknikës, më shumë se sa teknika ofron, dhe tek veshjet e mia kam manifestuar dëshirat e mia. Do me thënë, dëshirat e tua janë kthyer në realitet nëpërmjet punës që ti ke bërë, kështu që je ti ajo që i ke realizuar këto dëshira, që ndoshta janë dhe puna jote. Kush është mesazhi? Çfarë thon këto dy punime që ne i kemi këtu që ti ke bërë? Njëri është në ngjyrat blu dhe më kujton qiellin, diçka që fluturon, diçka qiellore, ujin e detit, kurse tjetra për syrin tim ka ngjashmëri me një ëngjëll, me diçka hyjnore. Kemi të bëjmë me qiellin dhe me hynit, si çfarë dëshiron të thuash nëpërmjet veprave që ti ke realizuar? Këtu janë dëshirat e mia që unë i shpreh duke përdorur teknikën, siç e tham dhe më përpara, por dua njëkohësisht dhe të sfidoj veten deri ku mund të arrij të bëj gjëra pak më ndryshe nga ato çfarë shikojmë në përditshmëri, gjëra më abstrakte, më të mëdha, gjëra që më kënaqin në fund. Si mendon ti? Mendon që njeriu e vesh veshjen, apo ka raste që veshja vesh njeriu? Ka raste që njerëz të ndryshëm nuk përshtaten fort me atë që ato dëshirojnë të veshin, me mënyrën si dëshirojnë të prezantohen. Veshja është një ndjenjë dhe qëllimi është ajo që njeriu të ndihet mirë. Si do preferoje? Do preferoje që të kishe klient të cilët të bëjnë ty, të shkosh nga pas stilit që ato kanë, që kanë krijuar për veten e tyre, apo do preferoje që të kishe klient që guxojnë dhe të shkundin edhe ty, edhe të thonë që do bëjmë këtë, do bëjmë atë, do bëjmë gjëra ekstravaganta që të testosh dhe ti vetë? Absolutisht, njerëz që guxojnë, sepse edhe punimet e mia tregova pak më përpara që janë të një stili pak më ndryshe dhe që dua të bëj gjëra sa më ndryshe, më të guximshme, më të mëdha dhe larg atyre çfarë shohim në përditshmëri. Si promovon ti veshjet që ke krijuar? Promovimin e punës time kam bërë nëpërmjet revistave të huaja. Kam bërë dhe sfilata të mia personale për fëmijë dhe për të rritur, dhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Faleminderit shumë Rusha, uroj që të shoh në revistat më të famshme botërore, sepse arti dhe fantazia jote meritojnë të njihen dhe meritojnë të vlerësohen, dhe të falenderoj shumë për këtë intervistë kaq jashtë normales, kaq jashtë përditshmërisë dhe kaq pranë botës së ëndrave. Faleminderit.